Selam aleikum hoxha. Aleikum selam. Sot e patëm seancën e fundit me hoxhën, edhe tham ta shfrytëzojmë me disa pyetje të fundit. Ato që menduam janë ma ajka e kësaj i lam për fund. Kështu që hoxha gjatë gjithë seancave ka qenë shumë nivel të lartë. Na kanë dëgjuar njëra ato që i kemi thënë, është përbajt rregullave edhe puna ka shkuar shumë mirë. Kështu që ne ta shfrytëzojmë hoxhën edhe për disa pyetje pak më specifike. Desha mos të bëjmë disa pyetje. Ne normalisht Allahun e adhurojmë, prej se bomi me ditë, domethënë jemi në atë fazë, por dishte me ditë cilat janë dallimet midis atributeve të Allahut dhe cilësive të Allahut. A dallojmë këto njëra me tjetrën? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ta adhurosh Allahun është më uçuti. Në vetë natyre, pëse të ka një Zotë i Gjellë Gjellaluhu, ti e adhërën Allah. Dhe dhe thush Allah, ose o Zotë. Ateisti që thotë s'ka Zotë, ai realisht po e pranon Zotë, se deri sa po thotë s'ka Zotë, ai nuk e di që ka Zotë. Se ai po thotë s'ka Zotë, një diçka nuk ekziston, nuk flitet në gjumë të asë të kujtë. Kjo është argument i logjikës së njerit. Allahu adhurohet me ato gjëra të cilat ai ka kërkuar prej neve me ky. Mirë, po kush është Allahu dhe çfarë atribute apo cilësi ka Allahu xhalla xhelalu? Nëse ja dim që to cilësi, nuk gabojmë pastaj në adhurim. Cilësi këto i dajnë ulemat, dietarët, nga Kurani famlar dhe thanjet profetike të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në dy grupe, sifatet dhatije edhe sifatet thubutije. Sot më mirë po foli se më kam goja dhënë. Sifati dhatije, cilësitë e Allahut qelësore. Çka e në të qelësore? A është Allahu as është? Nësë të adhurem kotë. E Allahu është, ai që ka kriju këtë, natyra njerit për fletë që është. Pra, kësaj cilësisë parë, në gjuhën arabe i the, vujud ekziston. Ta është të himë të poshtë, kalina një. Masi është që ekziston, ky vërtet është shumë i vjetër, i pa fillim. Zatën kur mësohet, studiohet teologjia, Allahu ekziston, dhe është i vjetër pa fillim dhe i gjithmonë është pa mbarim. Vetia e parë dhatije që dhe në qëllësore është vujud ekziston. Pastaj është qidem i pa fillim. Kur të folim të qidem i pa fillim, truni janë mendje nuk për shumë, nuk për kapën. Pse? Për shumë lirisht me më të pronarë, ti si doktor, edhe mund si të Allah të thuj, por njeri ju ja ka falë trunin e votës, të menduarit të njerit janë të kufizuar, shikimit të kufizuar, nuhatërit të kufizuar, dëgjuarit të kufizuar, zëri deri ku shkon i kufizuar, e kështu më radhë. Pra e para, vujud është ekziston. E dyta është i vjetër pa fillim. E treta, i gjithmonshëm pa mbarim, beka i dhe. E që ti mësoj e dikush prej neve, se do të nashe dikush hajrin neve, pas jemi edhe agjerushëm tash, do të nashe hajrin kur ti ndëgjoje, si të mos talebët dhe djetarët dhe ata të cilët lexojnë, ne ti mësojnë prej meje. Sifatu dhatije janë vujud, ekziston një, qidem, dy, i shumë i eshton pa fillim, beka, i gjithmonë pa mbarim, vahdanije, veç një është. Kur ta mësësh këtë atribut që është veç një, a mundesh me drejtue adhurimin tënd dikujt tjetër. Kur s'ka tjetër veç ti. La ilaha illallah, kul huwallahu ahad. Mukhalafetun lil hawadith, atributi tjetër,
nuk I përngjan askujt. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul 'alim. Këto janë nga ajetet e Kuranit, të cilat e vërtetojnë se ai është nuk I përngjan askujt. Qiyam bi nafsihi. Edhe e fundit të qiyam bi nafsihi. Çka qiyam bi nafsihi? Ai ekziston dhe jeton në vetvetiu, nuk ka për askënd nevojë. A kemi nevojë, a ka nevojë t'ja ndihmojmë pak? Kretë çka ka caktuar ai kryen. Jeton. Pra, edhe një herë mësoni. Vujud e para, qidem e dyta, beqa e treta, wahdanin e katërta, mukhalefetul lil hawadith e pesta, edhe gjashta qiyamun bi nafsihi. Çto janë veti atribute dhe atijet Allahut. Prandaj pejgamberi ka thonë, kur ta mendoni, mos mendoni në Allahun xhalla xhelaluhu në qëndësinë çfarë, se s'keni nuk keni mjaft të kufizuar dhe gjërat e keni, por mundoni të kujtoheni në atributet e tij, veprimtarinë e tij, e jo në Allah, kush është ky. Ta shoh. Kështu nuk shihet. Në dynja nuk e shohi. Musa ka lyp me pa Allahun në dynja. Ja ka po kusht, shiko malin aty, nëse qëndron shush është, do më shohësh. Mali s'ka qëndru, ja ka po kusht. Kurse në xhenet do ta shohim Allahun, do të kënë disa vargje nga bevliti. Emri Zotit tha është 5 vakte me I falë, që në që gjithë prej kësaj dynjaje kem me dalë. Hem namazin kush e falë t'i qpaja nda, sa se vapë kanë gjithë me lachet a I ka. Udhamar tha Habib, pejgamberit, ajt apet thirë umetin dhe të gatuon për xhenet, sepse kush një në xhenet e she Zotin dhe s'ka sent ma lezet. Kemi me pa Allahun subhanahu wa ta'ala, si pas meritës që kemi, të arritura tona, Allahu ka me apëracit vetin, kryesave të veta për një knaq, në xhenet kene kemi adhurua, në dynja dhe kemi bërë të spi. Këto e sifatët dhatije. Kërse sifatët thubutije të cilat I bashkan gjitën Allahu subhanahu wa ta'ala me këto. Për shembull, ai ekziston. Na shifër kërë ekziston, jeton, hayat. Ekziston dhe jeton. E dyta, nësi ai jeton dhe ekziston, a I ditur, apo është gjahil. Ilm, diturinë e ka të plot full. Ilmi Allahut është full, mutlak. Dhe më thënë, s'ka dituri që Allah I nuk e ditë. Se kreta I ka kryuar, ajo kryus. Mandaj vjen, sema, dëgjon. I dëgjon kreta krijesat. I dëgjon insektin më të vogël që ka I kërkon Allahu janë dëgjon zonin. Insektin më të vogël që na dhe masirë në shohim nështë. Kështu duhet me kuptu sa dëgjon Allahu subhanahu wa ta'ala. Nuk I ka dëgjimin Allahu si dëgjimi jonë. Dituria ti sënë si dituria janë, nuk në përgjan neve, as dëgjimi ti nuk në dëgjan neve. Sema, basar, sheh, po jo si për shikimi jonë na që shohim. Ati që shi të konë madhurisë e ti, Allahu subhanahu wa ta'ala sheh. E sheh Zoti, kreta krijesat e veta kaja në klasjan. Në ersirat më të larta, kërë mësëshim shkollë, unë e këmë mësu medresën në Damask, në Siri, kërë mësëshim atje e manë men hoxha në bëjki shembull. E sheh bubrecin e zi, me vu me një tabull zez, me vu në ersirat e natën dhe në ersirat e tokës. Një bubrec zi, dvogë, një insekt, në një plak të zez, në ersirat e natës, dhe ne thellësitë të tokës. Kështu Allahu sheh. Kjo atributi tjetër. Tani vjen irade, dëshira e tij. Çka dëshiron bë?
për me mësu këta, ti si doktor këtu së në ma shkollajt me, që kam po është prej Kuranit, o la yus'alu amma yef'al, o hum yus'alun. Allahu nuk pyet çka do të bëjë, na pyet çka do të bëjë. Allahu nuk shpyet çka do të bëjë. Iradet kjo është. Kudret, fuqi, plot fuqishëm është. Që ta përdorim shqiptarët më shumë të nga plot fuqishëm. Sa ka fuqinë Allahu? Këtë jam se shmimve të vegjël ata që mësua me filmat vizatu sa King Kongi, Allahu ka plot fuqi si pas dëshirës ti çka të bëjë. Kur gjë nuk mund me penguar, ajo është Rabbul Aziz, Hakim Aziz, Qadir, Qadirun ala kulli shay, kudret. I plot fuqishëm është, edhe na kur të folim të mësa s'ka fuqi me bëha. Mësaj vjen vetia tjetër, kelam, Allahu folën. Që ka folë Hazreti Musa, si folë melekve. I ka folë pejgamberve, i ka folë melekve. Edhe neve, ka më në folë ditën e kiametit. Në dynjaja, se veshë janë, nuk ka timpan, figuruar vot, për ne të gjëranë në Allah. Folën. Tekvim, ai që vazhdon në tyra. E zhduk, e krijon sakat, e krijon të verdër, e krijon të shurdër, e krijon me mes, e krijon shtren kështu, e krijon shumë kime, ka kriju majmunin, ka kriju njerin, ka kriju elefantin, ka kriju gjartnin, ka kriju pulën, ka kriju macën, e kështu të rrë. Kreta këto jenë krijesa që Allahu Gjelle Gjelaluhu i ka kriju. Pra ndaj ky sifat konsiderohet prej sifateve shumë të çuditshme. Tekvim. Krijon dhe zhduk. Një ditë kreta ka një zhduk. E për me i majtë të mend ata që kanë dëgjuar, edhe këtën për jau radhiti. E para, sifatet të butije janë hayat, ilm, sami, basar, iradet, kudret, kelam, tekvim. Kur ti marrim qëto që i mësuam qëtu, atëherë kur të adhërësh Allahu Gjelle Gjelaluhu, e dish si pa ile je duke adhëruar, dhe e dish ka një duke adhëruar. Se njerëzit këtu s'pëdi, ignorancë, jo dhe ignorancë, po s'kanë faj se kanë kaluar 100 vjetë me që shkeni kaluar. Inshallah Zotin na rikthejnë përsëri në diturinë e plot, për të ditë se si të adhurojmë Allahun. Një pyetje është lidhur me Ramazanin, shkak se të na sidomos prizani është një traditë e pitakave, punë gjonave dhe më pjesës jashtme që i kushtojnë shumë rëndësi, e çka është domethënë madhështia, çfarë madhështi ka brenda Ramazanit, përpos sa pjesës dukshme që i kemi domethënë të radhijat e pjesë e Ramazanit, që po madhështia brenda Ramazanit, cila është? Alhamdulillah. Madhështia ma madhe këti mujt është që ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, të kesh ditë robi se çka ka të mira në Ramazan, kish me dëshiru të jetë jeta e tij Ramazan. Ramazani është si kur një misafir habibi me plot qeset ato të shtëpia jote. Goja jote ma e pastër, gjuha jote ma e pastër, fjalët tua ma të pastra, sjelljet tua ma të pastra, përshtohet ibadetit tonë, taravija, qiyamul lejli, në xhami ma shumë, sadakaja, sadakatul fitri, zeqatin këtë muj, me lashët zbresin shumë këtë muj, një melek që zbret prej anës Allahut në çdo natë në qiellin e dynjas, edhe ju thot krijesave, o robi Zotit, çka e duke bërë mirë, merr myshde, si ka diqohu, çka e duke bërë keq, stop nga e keqja. Dyrët e xhenetin qelen, dyrët e xhenemit mbyllen, shejtan të prangosen, shejtan të mdhejt, atë vërtjo, ata sillen në përse të kapet, por që ashtu i shohish njerëzit s'po përmirësohen, se ata të vegjlit i ka lënë Zoti në çut. Madhështia ma e madhe që është, unë çka e përjetoj dhe besoj që i kam kuptuar bollë, inshallah, është njeri nëse nuk përmirësohet doktor në Ramazan,
s'ka mund tjetër që e përmirëson. A kuptove për që? Nesër në Ramazan nuk përmirësohet me vepra të mira. Ato janë adhurimi ndaj Allahut, respektimi ndaj babës e nanës, nderimi i gruas dhe nderimi i burrit, edukimi i fëmijëve, ushqimi me halal, larg prej haramit, larg prej alkoolit, ngritja e moralit, iftarët e Ramazanit, me rujtja e moralit, kursimi i pasurisë që të harxhohet vetëm halal. Kjo është muj, ka një herë këmë thënë gjatë ligjëratave të mia në këtë Ramazan në xhami kur jam kanë, kjo është muj i një kursit intenziv. Nështë ja kam qëllu, nështë jo. Një muj ditë, një trajnim, një kurs, një trajnim intenziv. Pse po tham intenziv? Sepse një muj. Për më arrit diçka duhet të paktën çdo zanatit ta 3 muja, 6 muja, ama këty mranda një mujit na. Mirë, po megjithatë, elhamdulillah, këto trojet tona edhe si vjetë po të dëgjojmë, mashallah, Ramazani ma shumë pa agjerohet. Andaj të gjithë dhe kush në ndëgjuhet që të ky vëlla jonë të doktor, diamanti, po thamë si përësi, dhe unë jo vetëm kjo që ka ndëgjuhet, vetëm agjerimi, por kushtonja shumë namazit. Namazit, mos gaboni as në mëna. Po gabuhet, Allah i lapshtot. Ju përshëndesim edhe njëherë që auditorët dhe këtine kretë kush në ndëgjon sonte. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.